Thellohet edhe më tej skandali me importin nga Brazili të filetove të pulës të kontaminuara me salmonel nga kompania Dimal e zotruar nga vëllezit Arben dhe Mondi Goxha. Burimet zyrtare bëjnë me dije se kompania Dimal ka mbyllur dyert për 3 ditë dhe nuk ka lejuar zyrtarët për të ushtruar kontroll në ambientet e brendshme ku përpunohej mishi. Madje kontrollorëve u është dashur të kërkojnë ndihmën e policisë. Pas kontrollit të ushtruar nga AKU, kompania ka paraqitur faktura që dëshmonin se 2.8 ton mish pule ishte shpërndarë në markete, ndërsa 5 ton të tjera u gjendën në ambientet e përpunimit. Por çfarë ka ndodhur? Më 11 mars në portin e Durrësit ka mbërritur ngarkesa me filete pule nga Brazili me porositës kompaninë AMG SHPK, e cila ka administrator Arben Goxhën dhe rezulton të jetë kompania mëm e kompanisë Dimal me administrator vëllain e Arbenit Mondi Goxha. Pas mbërritjes në port më 12 mars, punonjësit e AKU-s morën kampionin për analiza në lotin që në total kishte 7.8 ton fileto. Kampioni i marrë ju dërgua i SUV për analiza. Rezultati i analizës doli pas 10 ditësh, pikërisht më datën 22 mars, kur rezultoje kontaminuar me salmonel. Ndërkohë gjatë këtij 10 ditëshi, kompania kishte tërhequr sasinë e mishit në ambientet e saj private. Pas daljes së analizave, burimet bëjnë me dije se ekspertët e AKU-s kanë shkuar në ambientet e kompanisë private për të bllokuar produktin, por nuk janë lejuar të futen brenda, me argumentin se janë pushim për shkak se përkonte me fundjavën. Ekspertët janë rikthyer të hënën duke kërkuar edhe ndihmën e policisë. Fillimisht kontrollet janë kryer në ambientet e AMG SHPK, që është ngjitur me ambientet e Dimal. Ekspertëve i janë vendosur në dispozicion 104 fatura, ku deklarohej tregtimi i 2.8 ton fileto. Ndërkohë pas kontrollit në ambientet e kompanisë përpunuese Dimal, është gjetur sasia tjetër prej 5 ton mishi pule i kontaminuar me salmonel. Ndërkohë zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë kanë kërkuar ndihmë edhe nga hetimi tatymor, për shkak se sipas tyre dyshojnë në falsifikimin e faturave të shitjes. Ndërkohë tashmë materialet janë dërguar në Prokurorinë e Tiranës me urdhër të kësaj të fundit. Janë shpallur në kërkim 2 vëllezrit Arben dhe Mondi Goxha, ndërsa janë në ndjekje penale dhe janë pezulluar nga detyra 3 inspektorë të AKU-s.